Zvërneci është kthyer edhe një herë në qendër të protestave qytetare kundër projektit turistik që parashikohet të zhvillohet në këtë zonë bregdetare në jug të vendit. Qytetar, aktivistë dhe mbështetës të kauzës mjedisore u mblodhën pranë lagunës së Nartës, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj projektit që sipas tyre rrezikon një nga ekosistemet më të rëndësishme dhe më të veçanta të Shqipërisë. Protesta u zhvillua në një nga peizazhet më karakteristike të zonës, aty ku laguna takohet me detin, ndërkohë Gardhi, që për muaj me radhë ishte kthyer në simbol të përplasjes mes banorëve dhe autoriteteve, nuk ekziston më. Pas kundërshtimeve të vazhdueshme, fillimisht u hoqën telat me gjëmba, ndërsa tashmë janë larguar edhe strukturat e mbetura. Me pankarta dhe thirrje si anulo projektin, Narta është e jona, larg duart nga Zverneci dhe Edi Rama dorhiqu, pjesëmarrësit kërkuan ndërprerjen e planit të investimit dhe ruajtjen e identitetit natyror të zonës. Por protestuesit çështja shkon për te zhvillimit të një projekti turistik. Ata argumentojnë se bëhet fjalë për mbrojtjen e biodiversitetit, të habitatit të shpendëve dhe të një pasurie natyrore që konsiderohet unike në vend. Në qendër të protestave ishte edhe flamingoja, e cila është kthyer në simbol të rezistencës qytetare. Për shumë pjesëmarrës, ajo përfaqëson nevojën për të mbrojtur lagunën dhe ekuilibrin ekologjik të zonës nga ndërhyrjet që mund të ndryshojnë përgjithmonë karakterin e saj. Organizatorët kanë deklaruar se kundërshtimi do të vijojë edhe në ditët në vazhdim, duke kërkuar anulimin e projektit dhe garantimin e mbrojtjes afatgjatë të ekosistemit të Nartës dhe Zvërnecit.